Vendet të dijes ku kanë sqaruar e shpjeguar rëndësinë e kësaj nate, vlerën e kësaj mrekullie dhe mesazhet që përmban dhe përshon kjo ndodhi. Nisur edhe nga urdhri kuranor ku Allahu xhallahu xhallahu thotë wa dhakkirhum bi ayyamillah, ku i drejtohet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam që besimtarëve t'ju kujtoj gjithmonë ditët e Zotit. E komentatorët, interpretuesit e mëdhej të Kur'anit fisnik, kur kanë komentuar këtë fjalë dhe kirhum bi ayyamillah, ku Zoti drejtohet Resulullahi që t'i urdhroi besimtarët që të kujtojnë ditët e Zotit, ditët e mëdha të Zotit, kanë përmendur se ditët e Zotit s'ka dyshim se janë të gjitha ato që ka krijuar ai, mirë po veçanti ato ditë që Allahu xhallahu i veshoi dhe i dalloi për shkak të rëndësisë dhe veçorisë së atyre ditëve, për shkak të ndodhive dhe ngjarjeve që kanë ndodhur në atë periudhë kohore. Prandaj edhe ne veçojmë natën e Kadrit, nga që Allahu xhallahu ka veshuar dhe ka dalluar. Prandaj ne veçojmë dhe dallojmë natën e Isras dhe Mirajit, nga që Allahu xhallahu është ai i cili dalloi dhe veçoi këtë natë. Mirë po, edhe ne të tjera, siç është edhe ndrimi i kibles, e shumë ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur edhe që lidhen me jetën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, e ne si besimtar kemi për obligim bazuar në këtë ajet kuranor, i cili na urdhëroi që të kujtojmë ditën e Zotit, që të mbledhemi kështu sikur se jemi mbledhur sot, të organizojmë mezhlise të dijes, e të ligjerojmë e të këshillojmë njëri tjetrin për vlerën, për rëndësinë e këtyre ngjarjeve historike. Vëllezër të dashur besimtarë, Allahu xhallahu kur zgjodhi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atë zgjodhi që të jetë më i dashur i Perëndis, zgjodhi të jetë vura e pejgamberisë dhe zgjodhi të jetë imami i gjithë pejgamberisë. Periudha mekase, prej kur filloi misionin e tij Resulullahi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber i Zotit, kryesisht kishte të bënte me besim. Pra kishte të bënte me bazat e fesë, me usulit din që njihet, pra që është imani. Gjitha thirrjet kuranore që kanë bëjnë me periudhën mekase kanë bëjnë me çështjet e besimit, pra me imanin, me kushtet e imanit që ne i njohim. Pra Resulullahi sallallahu alaihi wasallam gjatë periudhës së tij pejgamberike, kohën më të gjatë që e kaloi në Mekë, pra kohën më të gjatë ja kushtoi imanit, ja kushtoi besimit, ja kushtoi besimtarëve që ata të thellohen në besim, në gjitha kushtet e besimit me të cilat Allahu xhallahu na urdhëroi të besojmë. E kushtet e besimit janë më të vështirat, edhe për të besuar, pra që gjitha ato kanë të bëjnë me botën e fshehtë, kanë të bëjnë me gajbin. Dhe gjitha kushtet e imanit janë që i takojnë botës së fshehtë. Pra Allahu xhallahu në fillim të surës Al-Baqara thotë alladhina yu'minuna bil-ghaib. Në fillim, kur cilëson besimtarët, thotë se janë ata që besojnë në gajbin, në padukshmën, në të fshehtën. E gjitha kushtet e imanit kanë të bëjnë pikërisht me këto çështje, me këto kushte të imanit që kanë të bëjnë me botën e fshehtë. Ndërsa kulminacioni i gjithë këtyre kushteve të imanit të botës së fshehtë duke filluar nga imani në Allahun xhallahu, besimin e melaqet, besimet në pejgamberët e Zotit, në librat e Zotit, me ditën e gjykimit dhe ditën e fundit, gjitha këto janë asaj natyre që i takojnë botës së fshehtë, e që Allahu xhallahu thotë se besimtarët vërtet ata janë ata që besojnë botën e fshehtë. E kulminacioni i gjitha këtyre çështjeve, i gjitha këtyre besimeve është pikërisht besojnë edhe mrekullinë e Isras dhe Mirajit. Pra Allahu xhallahu në përfundim të misionit të tij Mekas, gjatë çndrimit të tij në Mekë, Allahu xhallahu sikur po e përfundon me mrekullinë më të rëndësishme, që do të vulos besimin e gjithë besimtarëve në kushtet e imanit, e ajo është me mrekullinë më të madhe që nuk kishte ndodhur ndonjëherë, që nuk kishte dëgjuar
ndonjëherë, që nuk kishte parë ndonjëherë se një nga pejgambert e Zotit do të ketë një mrekulli ose do të vijë me një mrekulli të tillë. Pra është besimi në mrekullinë e Isra's dhe Mirajit. Isra dhe Miraj vëllezër dashur besimtarë ka qenë provë për besimin e gjithë atyre besimtarëve që kanë besuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sapo kanë njoftuar besimtarët se unë kam pas një mrekulli të tillë. Po të njëjtën kohë ka qenë edhe një sprovë. Ka qenë sprovë për gjithë ata që besimin e tyre kishin dyshim, apo që gjithë kohën e mohonin e akuzonin Resulullahin për ato se çfarë thonte ose për ato çfarë i transmetohej nga Allahu xhalesha. Pra, kjo ishte ajo sfida, kjo ishte ajo sprova e madhe, po të njëjtën kohë ishte edhe dëshmia më e madhe e besimtarëve që besuan sa për Resulullahi dhe lajm edhe dhe haber për gjithë atë që kishte ndodhur, qoftë nga udhëtimi i Isras nga Mekka e bekuar në Kutsi Sharif, po ashtu edhe nga udhëtimi i Mirajit nga Kutsi Sharifi, nga Aksaja deri në Sidratul Muntaha. Kur përmendim Isran vëllezër të dashur besimtar, kemi për qëllim udhëtimin që përmendën edhe Naim Efendiu të Resulullahit nga Mekka e bekuar në Mesjidul Aqsa. Mirë po Allahu xhaleshanuhu kur e përmend këtë udhëtim në fillim të surës Isra, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Zoti xhaleshanuhu përmend një nga qëllimet e këtij udhëtimi, thotë linuriyehu min ayatina, që ati t'i tregojmë shenjat dhe argumentet e tona për gjatë këtij udhëtimi. Për gjatë këtij udhëtimi apo dimensioni horizontal të kësaj mrekullie. Mirë po kur përmend mrekullit e Mi'rajit, e udhëtimit qiellor, edhe mbi qiellor, Allahu xhaleshanuhu thotë laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Në udhëtimin e Mi'rajit, Allahu xhaleshanuhu atij tregoi madhështinë, argumentet dhe shenjat al-kubra, argumentet më të mëdha që nuk ishte treguar askujt. Mrekulli që nuk ishte treguar askujt, fshehtësi që nuk ishte treguar askujt nga bota e fshehtësive dhe e melekutit. Pra kjo është ai dallimi mes këtyre dy mrekullive. E para, për pa mrekullit, shenjat e Allahu xhaleshanuhu në botën ku ai po jetonte, ndërsa mrekullia e dytë për pa mrekullit e botës së përtejme, të qiellit dhe gjithë çka ka krijuar Allahu xhaleshanuhu. Prandaj edhe këto dy sure në Kur'anin Fisnik, surja Al-Isra, na bën gjithmonë, na bën thirrje që të kujtojmë të ditë, që të meditojmë mbi të, që të analizojmë e që të reflektojmë dhe rëndësinë dhe vlerën e kësaj nate. Po ashtu në veçanti surja An-Najm, se në lexoj që të dyja kanë lexoj Idar Efendiu, dhe bërë një ndërlidhje shumë të bukur të leximit të këtyre surave për të na kujtuar neve dhe për t'i bërë thirrje ndërgjegjës tonë, mendjes tonë, shpirtit tonë, besimit tonë për rëndësinë e këtyre dy surave, nga që të dyja kanë bëjnë me dy ngjarje kaq të rëndësishme, kaq të mëdha, kaq mrekulli, me të cilat Allahu xhaleshanuhu veçoi pejgamberin tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, ndodhit e mëdha Allahu xhaleshanuhu i ka zgjedhur që ato kryesisht të jenë gjatë natës. Ka zgjedhur këtë periudhë kohore që është më e qetë. Prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu edhe Kur'anin Fisnik kur e zbriti në natën e 4 thotë inna anzalnahu fi lejlatil qadr
atë e kemi zbrit në natën e Kadrit. Po edhe në surën tjetër thotë inna anzalnahu fi laylatin mubarake. Ne atë e kemi zbritur një natë të veçantë, të bekuar. Po ashtu edhe ndodhia e Isras dhe Mirajit pikërisht ndodhi natën. Nga që edhe namazi, cilën Allahu xhaleshanu urdhëroi fillimisht Resulullahin që të falej, e që kishte obligim, falte natën. Ja ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. O ti mbuluar, zgjohu gjatë natës për të falur namaz. Fillimisht, namazi ishte obligim vetëm për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po atë obligishmëri dhe detyrim, Resulullahi kishte që të falet namaz gjatë natës. Prandaj edhe ndodhit e mëdha, siç është zbritja e Kur'anit apo nata e Kadrit, nata e Isras dhe Mirajit, apo dhe namazit që në Allahu xhaleshanuhu kishte kërkuar nga Resulullahi ta bënte ishte pikërisht gjatë natës. Me këtë mrekulli, sikur periudha me ka se po përfundon, imani po etablohet në zemrat e besimtarëve dhe po fillon një periudhë tjetër për Resulullahin edhe për besimtarët, edhe për Islamin në përgjithësi. Po përfundon kapitulli i imanit për të hapur kapitulli i Islamit. Po përfundon kapitulli i besimit që ka të bëjë me zemrën, me shpirtin, me mendjen, e cilin besim nuk e di edhe nuk e sheh askush përveç Allahu xhaleshanuhu, për të kaluar edhe për të filluar një periudhë e re për besimtarët edhe për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. E ajo është periudha e Islamit. E përmendi Naim Efendiu që namazi është bekimi dhe dhurata e kësaj nate. Mirë po sikur kjo natë, edhe kjo mrekulli, na lidh besimtarin, na lidh neve dhe ka lidhë edhe Resulullahin që në atë kohë, dhe ka bërë një lidhje shumë të rëndësishme mes imanit edhe Islamit. Prandaj, për dallim prej gjitha kushteve të Islamit, Allahu xhaleshanuhu vetëm namazin, apo Resulullahi sallallahu alaihi wasallam vetëm namazin e ka quajtur imaduddin, shtylla e fesë. Pra për gjatë periudhës me ka se Resulullahi ka dabluar besimin, e ka forcuar besimin me rrënjë të forta, të fuqishme, të palëkundura në zemrat e besimtarëve, e tani për të dhënë frytet ky besim, atëherë fillon edhe çështja e Islamit që ka të bëjë me praktikimin, që ka të bëjë me frytet, që ka të bëjë me obligimet e detyrimet e besimtarëve që do të fillojnë më pas periudhës së obligimit të namazit edhe me periudhën medinase. Pra i vetmi ibadet që lidh Mekën dhe Medinën, dhe i pari ibadet që ka lidh Mekën dhe Medinën ka qenë pikërisht namazi. Edhe i vetmi ibadet që bën këtë ekuilibër, këtë balancim mes periudhës Mekase dhe Medinase është pikërisht namazi. Prandaj edhe ne në çdo namaz e lexojmë ato dua, ato përshëndetje, ato bekime të cilat Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kur doli para madhërisë së tij, i tha at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Pasi përfundoi takimet me vëllezërit e tij me pejgamberët e dashur të Zotit, pasi u ngadhen nga Hazreti Xhibrili në mekamin që i kishte kufizuar dhe limituar, Resulullahi përshëndetjet, nderimet më të larta kur i bëri për Allahun tha at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Gjitha përshëndetjet, gjitha nderimet më të larta i takojnë Allahu xhaleshanuhu më të mirat. E ai tha Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimi qoftë mbi ty, o i dashur i Allahut. Rahmeti i tij qoftë mbi ty, o i dashur i Allahut, edhe bekimet e tij qofshin mbi ty. Resulullahi tha Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Resulullahi a kthej duke thënë paqja e Zotit qoftë mbi ne dhe mbi gjithë robërit e mirë të Zotit. Nga që ai nuk ishte pejgamber vetëm për Mekasit, nuk ishte pejgamber vetëm për arabët, por ai ishte pejgamber